Do vazhdojmë tani me një pyetje tjetër. Në shkruan se Lajdini dhe pyet se a është ndaluar për meshkujt heqja e çimeve në gjoks. Në përgjithësi në lidhje me çimet e trupit, dietarët kanë folë në lidhje me këtë se çfarë lejohet, do thotë ti heqim dhe çfarë nuk lejohet. Dhe për këto do thotë kemi sqarime nga hadithet e pejgamberit alayhis salam. Dhe ajo çfarë mund të themi do thotë në lidhje me çimet të cilat i ka do thotë mashkulli në gjoks apo në trup në vende të ndryshme të trupit, ato do thotë lejohet të hiqen, do thotë nuk ka ndonjë ndalesë se është e ndaluar, por duhet ta kemi parasysh se pjesë e një do thotë pjesë e një trupi të mashkullit është edhe mbajtja e atyre çimeve, kështu që nëse janë ato të pakta, nuk është do thotë një sasi e madhe, atëherë do të ishte ndoshta më e drejta, s'po them e ndaluar, që ato mos të preken. Mirë, po nëse është sasia shumë e madhe dhe mund t'i krijoj atij shqetësim në djercitje apo do thotë gjatë verës e kështu me radhë, atëherë ka të drejtë të bëj do thotë ndërhyrje dhe ti menjanoj ato. Por në anën tjetër nëse janë të pakta, atëherë më e drejta do të ishte do thotë mos t'i prek. Zoti i di më së miri.